Para nuk po vrejet shumë mungesa zotrit Ladrovci se pjalun zëdhon se mirë zotri Kiqina që shka bëdhe këtu 4 vjetë e fundit në kuvend komunal. Nuk qëndrojnë fakte që i përmendi. Unë e Zëdhoncin e komunës e jo televizë zëtë vendusje dhe jujna Mihajlet edhe nuk i të drejt me ofendu se unë e sfidaj zotri Ladrovci me ko qëto. Nuk e ke sfiduas njëherë për 4 vjetë, nuk e di që sfidan. Let për bollet me mu i kam 100.000 kritika. Po 4 vjetë kumë po, nuk e ke sfiduas njëherë për 4 vjetë. 100 herë, ti nuk e qenë në kryet e detyre se ma shumë ke dëgju sugjerimin nga nivelli qendror se saj lokal. Po, me mos veç për të fundit, qytetarët e Drenasit e din kush ka qenë opozita kryesore në Drenas, e din që unë kam qenë për ballë se cilit proces në Drenas. Po, pa tjetër, nuk qëndrojnë. E para, rruga Vuçak Tërdec është e përfunduar, po nështë Beqa nuk i ka ra ku gjata ne edhe. Qore ku i keni projekte, zgjerimi rrugës Komoran Drenas, nuk është e vërtet që janë 1.5 milion euro, janë 7 milion të buxhetune. Janë 7 milion të buxhetune për 3 vjet. Problemi për rrugën Drenas-Komoran është tek shpërndësimi. Nuk janë shpërndësuar njëjet ku do t'jenë rreth rrotullimet. Komuna insiston që pa tjetër traseja e vjetër, pro rruga që është Komoran-Drenas në ndërtohet, kurse Ministria ka një projekt gatshëm që do t'i bika rruga tranzit Korratic tek Kroni Mbretit dhe të dalë në Drenas. Kjo akuza që në raport me shtimën, Drenas i ka marrë shumë pak buxhet. Nuk është vërtet, unë përmenda projektet ndoja kapitale që... Ja dokumenti, ko është? Është instituti GAP, 185.000 për vitin 2024. Kjo ka ndodhë për komplet vitet, për gjatë 4 vitet që ka qeveris levizjeve të vendosë. Ta dëgjojmë këtë konkretisht. Unë përmenda projektet kapitale madhore që është i bot qeveria Kurti në Drenas. Saj përket më mbledhësit në shatin Verbëfs. Ministria Infrastrukturës është duke bot digën për Kuqic, në bashkëpunim me Bankën Botërore, ku hynë edhe rezervare apo i mbledhësi i Verbocit. Pra nuk është e vërtet që është lënë anash Drenasit, thjesht janë disa projekte të cilat marrin kohë më shumë. Sa i përket stadiumit nacional, ju lutem mos shpjefni që është ndru lokacioni i stadiumit nacional. Ende nuk ka lokacion përcaktuar për stadiumin nacional, sepse kjo përcaktohet nga komiteti i ekspertëve për që kanë përgjegjësitë qeverisë lëvizjen në vendosje kanë dalë dhe e kanë me lajthitje kanë thonë që ende nuk është vendosur. Nuk është vendosur lokacioni, ky lokacion vendoset nga komiteti i ekspertëve. Zoti Ramosh Haradina e kanë do Ligji për lojrat mesdhetare është kushtetuese dhe s'mundet me marrë vendim. Lutem zoti Bazaj. Halo sot nuk është vendos asnjë tull në këtë drejtim. Mirë të dëgjojmë zotin Bazaj. Po mundohem të ti jep hapësirë. Që ka përkryer ministria. Këtu më i ka nisë, po si janë realizuar.